Prej disa vitesh emigrimi Ervis Serti nga fshati Suli Devollit vendosi të kthehej në vendlindje dhe t'i përkushtojë bujqësisë. Prej 15 vitesh ai merret me kultivimin dhe prodhimin e bimëve aromatike dhe mjekësore, një sektor që sipas tij i ka siguruar të ardhurat të kënaqshme dhe perspektivë për të ardhmen. Ka 15 vjet, më lindi si ide, u ktheva nga Greqia dhe fillova të kultivoja bimët medicinale. Këto vitet e fundit ka shkuar shumë mirë. Ai kultivon disa lloje bimësh dhe shprehet i kënaqur me të ardhurat që siguron nga bimët aromatike dhe mjekësore, duke e konsideruar këtë sektor si një mundësi të mirë për zhvillimin e aktivitetit bujqësor. Jani 1 hektar e gjysmë, tërfilin e kuq 2 hektar, shtogun 1 hektar e gjysmë, çajin 2 hektar. Këto bimët kultivojnë për momentin. Çfarë po mbledhni në këto momente? Cilat janë bimët? Po mbledhëm cianin, po e mbledhëm në këto momente. Mbledhëm edhe tërfilin e kuq. Mbledhja dhe përpunimi i bimëve kërkojnë angazhim të madh manual, ndërsa gjetja e punëtorëve gjatë sezonit vijon të jetë një sfidë për fermerët. Kjo është një çik problem, po gjene me sakrifica të mëdha, vazhdojmë të mbledhëm punëtorët edhe të vazhdojmë aktivitetin tonë. Pavarësisht kësaj problematike, Serti vijon aktivitetin e tij në Devoll, duke dëshmuar se kthimi nga emigrimi dhe investimi në sektorin e bimëve aromatike e mjekësore mund të jetë një alternativë qëndrueshme ekonomike për familjet në zonat rurale.